Një rëshqitje shumë më dramatike është në anën tjetër të kufirit. Në një autostrad nga më të reja të Greqisë. Dhe tenxheret e Greqisë nuk është se janë tenxhere pa presion. Nuk e kam kapur absolutisht asnjë lloj ngjashmërie me këtë lemeri këtu që edhe tokën e lëviz korrupsioni. Ndërkohë që në ata aks po bëhet një nga veprat më të mëdha të infrastrukturës, e cila do të jetë një tjetër krenari e kësaj qeverie. Ju kujtohet rëshqitja e rrugës Korçërsek. Brenda fatit u riparua totalisht me fondet e sipërmarsit. Rruga sot është e shqiptarëve. Ndodhi diçka që nuk duhet ndodhte, por këto nuk janë gjëra që nuk ndodhin askund dhe ndodhin vetëm këtu. Ndryshimi vetëm është që në Portugali, në Suedi, në Itali, në Greqi janë çështje gjeologjike. Këtu jo. Këtu janë çështje të korrupsionit. Dhe më e bukura në këtë mjerim lavazhesh mediatike të trurit është se të gjithë ata që janë kundër nesh i besojnë një për një të gjitha këto fjalë. E besojnë që një ministre lan makinën me 10.000 euro një dorë, se mbasi i hidhet shkum, i hidhet dhe qumësht dallandysheje. Dhe dallandyshet vriten me pushk nga ministri tjetër, që me puplat e tyre shet jastëk. E besojnë që dikush tjetër ka 300 shtëpi, dikush tjetër ka 2 anije, dikush tjetër ka... Dhe prandaj dhe vetë zoraxhin të lavazheve, ata të parave të zezë, që i majnë në ndorë pas debateve antikorrupsion, nga që kanë shplar kaq gjatë edhe trut e tyre duke përsëritur këtë refren, dhe i besojnë kaq verbrisht ekzistencës së pushtetit absolut korrupsionit në Shqipëri, budallepsen, e keni parë si budallepsen fare kur bëhet numërimi i kutive të votimit? Se rrinë atje dhe presin që më në fund të dalë fitoria mbi narko-regjimin dhe ju del prap po i njëjti. Noc Roku. Mi po e vërteta është se kjo zhurmë e pambarim të është e dëmshme për shoqërinë. Kjo është e vërteta.